Po, mirë dobra. Po. Hadi koy. Nei ka bo på sånn, hvis det er 1% til vekken, så kommer det Transportøren inte befälshet på limousin.
A jeni të gatshëm me fillu këtë takim? Jem shumë i privilegjuar që sot të dalë para juve në emër të gjeneratës, në emër të jubileut të 40 të gjeneratës 1984-85. Thuja se gjitha klasë me mungesë drejtimi biologjisë. Ju falenderoj të gjithëve shokëve dhe shoqeve që keni gjetur kohë që sot keni bashkë me neve. Në emër të këshillit organizativ, i falenderoj profesorët tanë që sot janë bashkë me neve, falenderoj drejtorin e shkollës që na ka dhënë mundësinë që na asociojmë këtu bashkë.
I falenderoj sidomos kolegët dhe kolegët dhe profesorët të cilët nuk janë jetuar në Kosovë, por që kanë gjetë mundësinë dhe kanë ardhur prej diaspore. Kemi këtu kolegët tonë që kanë ardhur nga Amerikë vetëm për këtë takim. Duam i falenderoj të gjithë juve që sot jeni prezent. Para kësaj, duke një pjesë e kolegëve tonë dhe kolegëve tonë nuk jetuar sot, ka prej tyre që janë bravo, ka prej tyre që janë zhdukur. Po ashtu edhe profesorët tanë që janë pjesë i parë në hyrje të gjimnazit, ju ftoj që për të gjithë profesorët dhe nxënësit që nuk jetojnë më për një minutë thjesht. Lavdi. Unë nuk ka dash mu zgjatë shumë, është një emocion i veçantë, u kthy këtu para pas 40 viteve, që ka një ndjenjë me të vërtetë e veçantë, kështu që i falenderoj një herë gjithëve, nuk du më zgjatë, më ia falis fjalën drejtorit të shkollës, i cili është sot bashkë me neve. Drejtor, fjala e juaj. Të nderuar profesor, të nderuar dënës maturant të gjeratës të 85, të nderuar këshillë dhe të jam shumë i privilegjuar që në këtë moment të shprehim mirëseardhjen në gjimnazin e Grafiçit dhe të fillojmë mirëseardhjen e gjeratës të maturantëve që në të 85. Në këto momente paksa emocionale, takojmë prezën e juaj, tashmë disa të juve të timë kalitur nga jeta, por të kthehemi në bankat ku i kemi kryer shkollën e mesme. Në këto banka ku kemi përjetuar emocione, kthime, qëndrime, strese, para provimeve e buzëqeshje gazmore, shpeshherë e kështu me radhë. Ju i kujtoni ato kujtime, tashmë jeni bërë lider në jetën e juaj, jeni ju si personalitete, duke ju falenderuar edhe mësimdhënësve që i keni ftuar këtë rast, edhe ju falenderoj edhe ju në këtë rast që mësimdhënësit tanë jenë së bashku me ju. Si gjenerata, si nxënës, si mësimdhënës, pak fat sepse jeni të shpërndarë anë kënd botës, por jeni krenar sepse e mbani emrin e Grafiçit në supët e juaj, po ashtu jeni ambasador të gjimnazit të Grafiçit të Kinës. Sot gjimnazi po ashtu e ka rrugtimin e vet me sukses, ka në vend të mirë dhe garoj në nivelin lokal të parë, po ashtu në nivelet rajonale të parë, ndërsa me universitetet prestigjioze konkurrojnë dhe nxënësit tanë kanë sukses. Si përkureshje e pash numrin e nxënësve maturant, nëse zgaboj dikon 250. Sot maturantët tanë është numri i tyre është 190, por duke pas parasysh që është edhe dy shkolla të tjera të mesme, profesionale edhe private, nuk është numri, është në rendje, por nuk është numri edhe as i ulët. Shkolla bëhet 49 mësimdhënës, pastaj një staf të reduktuar me drejtorin dhe sekretarin, mungojnë pedagogë për shkak të organizimeve që i bëhen sot ministria. Mos u zgjat shumë, unë do të falenderoj shumë dhe jam shumë i privilegjuar që nëse ju rritë një herë zëvjetori i maturës. Urinë. Faleminderit shumë drejtor. Në këtë organizim ose këtë jubilej. Po. Po. Mirë shumë. Kemi para pasur në tonë dhe në ekipa të tjera,
edhe gjare tjera. Mire fatenderit, mund m'ja kalu fjallën për profesorëve ta që kanë punu gjatë asaj periudhe, kush dëshiron me marrë fjallën. Profesor Alush Grofi, profesor e kimisë. Për një periudhë të caktuar, shërbevën e qëllavit dytë. Si emën i madh i letërsisë, edhe rëzia i qëndrejta, gjithë ne kolektivit edhe gjithë kanë dhënë që ndryuar dhe nuk e ndryuar emën e libra. Bajtë në nërë dhe në nërë. Ky gjimnaz va shumë gjeneral, se të la me anë, po edhe nuk të nejtë, Zalë Martine. Unë e poetikë se janë shumë dyri, po për shekën dyri të monaj, që ishte krenari me pas paravetin një dërë tiju dhe aqë në rritë të e. Po dhe shumë si me transmitje. Në ditë gjitha duhet a përmeni gjeve transmitje. Pa qakta tiju dhe në një ligjëratën e gjeve transmitje kujtë që të ndërvartë e të bëve gjithë ishte. Malë kur që u të i është shqiptarë, që ke gjumë të përën, ka shëgjim në fjale parë, ka shëgjim në fjale të ti. Edhe ati ju tha, po gure, që ke gjumë të përëndi, që ke gjumë, falte, të emocione, falte u pa të emocione, pra ishte knasime me në gjumë dhe ratën e gjeve transmishit e shumë të tjerë, që ra herëri në historinë e njëri, fali, për në trima, për në burra, fali që pjesë, tash i në dhirë, edhe e përdojnë të krenarike anë në të. Unë i përshëndet në zirin, ta uke në gjithë tjerë për të me katil, që sot jemi bashkë të kërë të të. Faleminderit shumë. A ka dikush tjetër prej profesorëve që dëshiron me marrë fjalën? Po, profesor Anton? Jem shumë i bukur që jam sot në shërbim në mesin e kolegëve të më të nderuar, të kishën zënëve. Faleminderit drejtorit Arshivit Administrativ që keni investuar në kapacitetin 14 vjetor të gjeneratës për të folë ju. Me lejoni të të shkurë të ata që nuk di, unë jam organizant të gjeneratës parë në Rëkusin Krim, vitë 68, kur gjimnazit në Rëkusin Krim startoj si paralele nda në vetë majtë në Kej dhe shumë shpejt falë stafit në test kriminal në kry me Osman Kajqishë në terpetarë, me drejtorin tonë të parë të mazet propojanit dhe gjithë kolegëta e tërë, arritën ta angazhojnë gjimnazit në Rëkusin Krim. Gjimnazit në Rëkusin Krim që nga fizikën dhe djeri sot, në gjitha fatat e historisë, ka dhënë krahas asaj fizikës kursore të dijes edhe vullnetin e launit dhe dijen se duhet të dalë zota vreu sipas fazave. Para se mu hap gjimnazin me Krim, struktura nacionale ishte të përpare e nacionalizm astërë në kombinacion, rrejtje ndaj shqiptarëve. Me hapjen e gjimnazit në Rëkusin Krim, që quaj në atë kohë me krenari Universiteti Klinës, filloj nga dal të dominoj dia, të dominoj abedashëria dhe sot prej atëherë generata për kontributin e dijes. Gjimnazit në Rëkusin Krim, gjatë zhvillimit dhe historisë së vetë, krahas obligimit premar të dijes, është dashur të jetë dhe ka qenë pjesë përbërëse e rezistencës të luftës, nga ky gjimnaz ka ndalë shkencëtarë të ndryshëm, po ky gjimnaz në gjimnazit vetë
ka dhënë vërtetar të lirisë, me luftën e të cilëve të veshët nga Uçikeja dhe gjithë populli jemi këtu dhe këtu e njeri. Kur kemi bërë përpjekje me mbrojt emrin e Burakushit, që u sulmuan ndërtuar të emra të Hasan Prishtinës, Azem Betës Gabonicë, Jehunë të Brazilit në Klinë, ne një grup arsimtarësh që kishim nevojë të bëjmë sa më shëndije, Indieri Kolderisha, sekretar, miku em Ramadan Krastisi, Aslan Krastisi, profesor historisë, unë edhe nënja tjetër që harroj të shpërfaqe, shkum në Prishtinë në Institutin e Historisë së Teknologjisë për të bënë më shumë dije. Kur treguam se çka tim na, Recep Çoser na tha, bravo e po, më shumë zgjastu për ta bërë tjetër vallë të prasë. Nga Instituti i Historisë na thanë dy historianë. Bravo e po, Luis Burakushi, Hasan Prishtina, por të tjerë këta dhe për këta bëjtëve të parit të shka. Emri i Luis Burakushi dhe të tjerëve të përsërbeni me shumë, u bot përëm në shpyrë, por një përsisht për mes të emri, Lina, u bo shembull dhe model për të rezistue, ose të dorëzue dhe ato, u bonë si valë të detit, fillu si vogla po bonë të glavë. Në Klinë dhe po përfundoj, ishte një projekt shqiptar për post tjerave për të futur në dashuri kombëtare, sepse raporti numërik i shqiptarëve që atëherë se përmendshin port katolik dhe musliman, si do të gjohë serbët donin që në Klinë të fusin në dashuri në mes shqiptarëve në baza fetare, me kush Kosovë të asociata famkeqe borxhur ndësh nga shkollovet e të tjera si gjallë të Vllosheviqit, patën filluar të shkruajnë se shqiptarët e Besimit Katolik janë ngushtë, për mos të përdorni fjali tjetër, nga shqiptarët e Besimit Musliman dhe po kërkojnë ndihmë. Unë atëherë, kur mos më merrni personale, të shpreh frymën e shokëve e të atyre rilindasve që Alushi e citoi dhe të tjerë, pa ta thënë për post tjerë se 99 fije në bashkëpunë një në tonë. Ky mesazh sortimi, por të rilindasve, po që formova ashtu si të formova, ka qenë pjesë përballëse dhe duhet të mbetet vazhdimisht dhe sot ajo pjesë që na dallon nuk guxon të trashet. Ajo duhet të kullohet sepse ne jemi shqiptar dhe të dalim nga kjo shkodja kemi përshtuar. Urime, suksese, Aderiton për të kurt. Unë po besoj se secili prej neve ka çka me thonë. Këtu jemi pakes me kohën. Desha me plotsu pak profesorin Alush, kur e përmendi profesoreshën Sheve Ladrov, si thash heroin e kombit. Dhe dikush prej neve mund të thonë pse ka përmend se ai ka punuar të Klinë. Po e dim se Luis Burakushi në Kiev ka qenë paralel ndome e gjimnazit këtu, prandaj edhe profesori ka qenë edhe profesor edhe atje. Kështu veç sa për informatë. Me kërkojnë falje prej profesorëve të tjerë prezant këtu që sigurisht kishin pas më na thonë shumë edhe kolegë tanë. Po dojmë me vazhdu Këshilli Organizativ bashkë me drejtorin e shkollës që kemi para po që për kujdestarët e klasave dhe për disa prej profesorëve në mungesë të kujdestarëve të klasave kemi para po edhe prej atyre që nuk jetojnë kanë një njohje post-mortem, po ashtu edhe për nxënësat të cilët nuk jetojnë më ata që janë pranë, ata që janë zhdukën dhe të tjerë që nuk jetojnë. Dhe unë kisha vazhdu, domethënë, me fillu me shpërndarjen e mirënjohjeve. Drejtor, jam pak kështu si ma lokalist, du me shku me profesorin Alush Dorafës, kujdestari i klasës, profesorin e kimisë, edhe pse më shta për nga mosha, do kemi pas për një ndërru një kompjeve, po na vjen prej Gjermanisë. Për kontributin e shmuar në arsimit e shnatë studive të matematike. Vazhdoj me mirënjohjen tjetër për profesorin Anton Kolaj. Mirënjohja tjetër është për profesorin e Trush Shqipërisë. Profesorin Çetin Sala.
Mirënjohja tjetër është për profesorin Tom Duhani. Mirënjohja në vazhdim është për profesorin e ndjerë për që Dragidela mirënjohje post-mortem. Ka sigurisht Mirënjohje post-mortem. po. Dikush prej klasës së profesorit do ta merr dhe duhet një apreciim. Okej, Ramadan. Vazhdojmë me milionë e radhës për pedagogun Ramazan Bataj. Milionë e radhës është për profesorin Rambollaku. Mirënjohje për profesoreshën Marta Ademi. Dhe mirënjohja për klasën që nuk është të bashkëneve, është për fillosorin e tyre Din Hali. Mirënjohje të radhës janë, siç e thash edhe më herët, për a kemi këtu drejtor më po. Për kolegët dhe kolegët tanë, cilët nuk janë më në këtë botë, për mirënjohje për post-mortem për kolegën tonë Esma Demaku. Mirënjohje për Shamil Eleza i post-mortem. Mirënjohje për Zahrie Gashi post-mortem. Mirënjohja e radhës është Mirënjohja e radhës është për Ismet Musliun post-mortem. Post-mortem mirënjohje për Valdet Basaliun. Mirënjohje post-mortem për Zef Ladraj. Mirënjohje post-mortem për Iraçin, kolegën tonë Seshir Gashin. Mirënjohje post-mortem për Azemine Morina. Mirënjohje post-mortem për Remzi Morina. Shokën tim plakë. Dhe për mirënjohje post-mortem për Prene Berisha. Para se dalim prej këtu, në bërë do ta marrim një fotografi të përbashkët bashkë me profesorat tanë, me drejtorin e shkollës. Pastaj muj me marrë dhe një fotografi nda me klasa me klasë. Në ora 4 e kemi drejken. Po, para se me shku atje, ju lutëm që kështu bashkaresht, do ta marrim ka një buqet lude, do shkojmë ta vendosim një buqet lude të busti i Muj Krasniqit, të busti i Smetracit, të busti i Skënderbeut, të busti Nën Terezës dhe të pllaka e të zhdukur dhe të Karalanit. Apo pajtoj, profesor? Faleminderit atëherë, po vazhdojmë me Kur na thonë dolën, po në po me përshprung bre ato afër. Po, aftan të Poi fine persone sono un pagnolo. Ma dai dove va? Dono. Asala paniosan? Sone. Kom libra, kan bara lägga av, slå lite. Pröv om ner till mig också. Det är det.
Pastaj vazhdojmë dhe përmendojnë e shkatracit, vendosim aty një për profesorve, ujmë të Skënderbeu, të plaka, pastaj edhe të Nën Tereza. Pësi qëtë një lullë atjera, vetëm një lullë këtu, dhe nëse cilin lërë për një lullë. 1 minutë të dërëm. Kapti. Lasciare Berino e Aspecti per professore di Stato Universitario professore a Popola, dopo noi di Buccia Peluda. Një minutë ndërëm. Javdi. Vazhdojmë me përmendore. Bravo, hai. Como é esse feito? Esmet! Hadi! Esmet, hadi! Hadi, estão capazes. Deixajnë dërimi dhe respektit figurës kombëtare Gjergj Kastrioti të Skënderbeu, profesori i geografit të Kosovës. Minutë ndërëm. Javdi. Vazhdojmë të apo bashkojmë edhe pak. Në shaj nderimi dhe respektit për martirët e vrarë dhe zhdukur të Kralanit, profesori Anton Kola bashkë me djalin e martirit Rifat Marina dhe të ndoshim Surora Venile. Një minutë ndërëm. Javdi. Shkojmë të busi në Terezën.
Hij wordt niet zo gewoon met kracht en dat. Dan moet je dan moeten doen. Dat is wat. Evet, vi ska bli utträffade. Dhe shajt të rinje dhe respektin për nonën të të madhe shajt e në interes, profesori me ty kolegët tanë, që të bëhe fuqenda me lule, dhe shajt të rinje dhe respektin për nonën të madhe. Profesor? Ja, het is juist,